Ju përshëndes të nderuar shikues nga studio e lajmeve në Blu Televizion. Nisim edicionin informativ. Këshilli Kombëtar i Partisë Demokratike ka zgjedhur 20 anëtarët e rinj të kryesisë, ku bie në sy fakti që mes humbësve janë 5 deputet të grupit parlamentar demokrat. Ndërkohë spikasin në listën fituese edhe emrat nga Vlora, Atir Hoxha dhe Iriu Nikola Kedhi. Këshilli Kombëtar i Partisë Demokratike ka zgjedhur 20 anëtarët e rinj të kryesisë, ku bie në sy fakti që mes humbësve janë 5 deputet të grupit parlamentar demokrat. Në orën 4:30 të mëngjesit, Komisioni i Zgjedhjeve i drejtuar nga Gazmend Bardhi shpalli listën e fituesve, ndërsa duket se Sali Berisha ka vendosur të bëjë një ristrukturim thelbësor në kryesinë e Partisë Demokratike, duke mos rikandiduar më shumë se gjysmën e anëtarëve të zgjedhur gjatë 4 viteve të fundit. Sa i takon anëtarëve burra, Grigel Smuçollari ka marrë 170 vota, ndërkohë që Arjan Doja, Edi Paloka, Gen Strazimiri, Fidel Kreka dhe Luan Baçi nuk janë zgjedhur ndër më të votuarit. 9 emrat e cilët ishin mbështetësit e hershëm të foltores dhe rithemelimit nuk do të jenë më pjesë e kryesisë së dalë nga Këshilli Kombëtar. Mes tyre spikasin ish kryetaria e Kuvendit Josefina Topalli, si dhe deputetët Bars Pahia, Eno Bozdo dhe Ina Zhupa. Mes 6 të rinjve që futen në kryesi, spikat dhe emri të riut nga Vlora, Nikola Kedhi, që mori 88 vota, ndërsa në listën e burrave fitues për kryesinë e Partisë Demokratike dhe emri Atir Hoxhës, që fitoi 124 vota. Por përbërja finale e kryesisë së re do të mësohet pas disa ditësh kur Berisha të zëvendësoj dhe sekretariatet dhe nënkryetarët si dhe të plotësoj kuotat e diasporës. Aty do të jetë ndoshta testi më i rëndësishëm i kreut të Partisë Demokratike, nëse do të vijojë të bashkërendojë Partinë Demokratike me të njëjtat figura apo kupola drejtuese do të pësojë ndryshime. Një shpërthim e lëndë plasëse që dyshohet të jetë ritol është regjistruar rreth orës 4 të mëngjesit të sotëm në një lokal në Vlorë. Si pasojë e shpërthimit janë shkaktuar dëme të konsiderueshme materiale, ndërsa është dëmtuar dhe një automjet që ndodhe i parkuar pranë vendit të ngjarjes. Një sasi lëndë eksplozive dyshuar tritol ka shpërthyer mëngjesin e sotëm në një ambient shërbimi lokal në qytetin e Vlorës. Ngjarja është regjistruar rreth orës 3:45 minuta në lagjen Pavarësia 3, ndërkohë që nga shpërthimi ka patur vetëm dëme materiale, ndërsa është dëmtuar dhe një automjet i parkuar shumë pranë zonës. Në të ngjarje ka mbytur menjëherë dhe policia e Vlorës, e cila ka dalë me një njoftim zyrtar, ndërsa ka nisur hetimet duke sekuestruar kamerat e sigurisë përreth zonës për të identifikuar autorin apo autorët e kësaj ngjarje të ndodhur mëngjesin e kësaj të enjte. Një sasi lëndë plasë të dyshuar sytitole vendosur pranë një lokali në lagjen Pavarësia 3 të qytetit Vlorës, ndërsa ngjarja u regjistruar rreth orës 3:45 minuta të mëngjesit të kësaj të enjteje. Si pasojë e shpërthimit janë shkaktuar vetëm dëme materiale, ndërsa është dëmtuar po ashtu edhe një automjet i parkuar pranë lokalit. Menjëherë pas ngjarjes në vend bëritën edhe shërbimet e policisë së Vlorës, të cilat nisën me një hetimet. Mësohet se hetuesit kanë sekuestruar pamjet e kamerave të sigurisë në zonë, si dhe kanë marrë po ashtu deklarimet e pronarit të lokalit. Hetimet vijojnë për identifikimin si dhe kapjen e autorit ose autorëve të vendosjes së lëndës plasëse. Ndërkohë policia e Vlorës doli menjëherë me një njoftim zyrtar për ngjarjen, ku komunikonte se sot rreth orës 3:45 minuta në lagjen Pavarësia 3 në derën e një lokali në pronësi të një shtetasi me inicialet GP është vendosur një sasi e vogël e dyshuar lëndë plasëse. Si pasojë janë shkaktuar vetëm dëme materiale, bën më tej me dije policia e Vlorës në komunikimin zyrtar. Grupi hetimor në drejtimin e prokurorisë po kryen veprimet hetimore për zbardhjen e plotë të gjitha rrethanave të ngjarjes, si dhe për identifikimin dhe kapjen e autorit apo autorëve. Prokuroria e Sarandës me masa të reja sigurie në kuadër të hetimeve për ndërtimet paleje. Për veprën penale shpërdorimi i detyrës, prokuroria ka vënë në akuzë një oficer të policisë gjyqësore, ish kryeinspektorin dhe ish inspektor të Inspektoriatit Vendor të Mbrojtjes së Territorit. Prokuroria e Sarandës vendosi masa të reja sigurie në kuadër të hetimeve për ndërtimet paleje. Sipas njoftimit zyrtar të prokurorisë, në akuzë janë vënë një oficer i policisë gjyqësore, ish kryeinspektori dhe ish kryeinspektori i Inspektoriatit Vendor të Mbrojtjes së Territorit, IVMT.
Ata akuzohen për veprat penale, shpërdorimi i detyrës, mosmarrja e masave për ndërprerjen e gjendjes së palishmërisë, kryer më shumë se një herë dhe në bashkëpunim, si dhe për veprën penale ndërtimi i palishëm. Masat e sigurisë janë vendosur për shtetësit Irakli Koçiaj, i cili është pezulluar nga ushtrimi i detyrës publike, ndalimi i daljes jashtë shtetit si dhe detyrim për të paraqitur në policinë gjyqësore, ndërkohë për Eduard Velin është vendosur masa e sigurisë arrest në shtëpi, si dhe masa alternative garanci pasurore në shumën e 100.000 lekëve. Për Romelio Kadonën, Ilia Gjikën si dhe Elvis Memushin, është caktuar masa e sigurisë detyrim për të paraqitur në policinë gjyqësore. Ndërkohë në njoftimin zyrtar, prokuroria pranë gjykatës së shkallës së parë të jurisdiksionit të përgjithshëm Sarand bën me dije se po vijon hetimet për identifikimin e Zhorasi, dokumentimin e plot të faktit penal, si dhe individualizimin e përgjegjësisë së çdo punonjësi të Komisariatit të Policisë së Sarandës, por edhe çdo institucioni tjetër përgjegjës. Ndërrojmë temë informacioni. Mirëmenaxhimi i sezonit veror 2026 në qarkun Vlorë ngrihet task forca pas vendimit të Këshillit të Ministrave me qëllim koordinimin e punës mes institucioneve përgjegjëse. Siguria në det kryeson prioritetet sipas prefektes së qarkut Evis Sallushi. Me nisjen e sezonit turistik dhe pas vendimit të Këshillit të Ministrave për ngritjen e task forcës të sezonit veror 2026 edhe në qarkun e Vlorës është ngritur task forca me qëllim koordinimin e punës mes institucioneve përgjegjëse. Me ngritjen e saj, të gjitha institucionet janë ngarkuar me përmbushjen e detyrimeve dhe zbatimin e ligjit për të garantuar një sezon turistik sa më të qetë dhe pa problematika. Prefekti i qarkut të Vlorës, Evis Sallushi, thekson se siguria në det është një nga prioritetet kryesore të këtij sezoni dhe të task forcës. Për këtë arsye, në takimet e zhvilluara me institucionet është kërkuar adresimi të gjitha problematikave që lidhen me korridoret ujore, sinjalistikën detare dhe masat e tjera që garantojnë sigurinë e pushuesve. Ne tani jemi në kulmin e sezonit turistik, me daljen e vendimit të Këshillit të Ministrave për ngritjen e task forcës ndërinstitucionale për sezonin turistik 2026, ne si institucioni prefektit të qarkut kemi vijuar me ngritjen e task forcës në nivel qarku. Në këtë takim të zhvilluar me task forcën në nivel qarku, kemi përcaktuar detyrat për gjitha institucionet që janë pjesë e task forcës lidhur me përgjegjësitë e detyrimet që ato kanë në përmbushjen dhe zbatimin e ligjit për të siguruar një sezon turistik sa më të suksesshëm, por edhe të sigurt. Siguria në det është një nga prioritetet kryesore të punës sonë dhe prefektura ka zhvilluar takime koordinues me institucionet kryesore, Kapitenerinë e Portit të Vlorës, me Drejtorinë e Kufirit dhe Migracionit, me Agjenci Kombëtare të Bregdetit, bashkitë, si dhe institucionet tjera përgjegjëse për të adresuar problematika që lidhen me korridoret ujore, me sinjalistikën detare dhe sigurinë e pushuesve. Nga ana e institucioneve përgjegjëse është kërkuar zyrtarisht që korridoret ujore të miratohen pa asnjë vonesë, pasi mungesa e tyre cënon drejt për drejt sigurinë e jetës së pushuesve, të turistëve, si dhe krijon vështirësi në zhvillimin normal të aktiviteteve detare. Po kështu kemi kërkuar njëkohësisht dhe vendosjen e sinjalistikës detare, të bovave kufizuese, të kullave të vrojtimit, por njëherësh edhe të vrojtuesve të licencuar në zbatimin e të gjitha dispozitave ligjore. Të gjitha problematikat e konstatuara ne i kemi adresuar te institucionet përgjegjëse, njëherësh edhe tek ministrit përkatëse. Çdo institucion pjesë e task forcës ka për detyrë që çdo të premte të raportojë lidhur me detyrat e kryera dhe planifikimet e masave dhe ato se çfarë ka zbatuar përgjatë kësaj periudhe. Dhe më pas ne bëjmë raportimet tona në ministrit përkatëse. Siguria në det në fakt nuk është një formalitet administrativ, por është një përgjegjësi e jashtëzakonshme për të siguruar jetën e qytetarëve dhe jetën e pushuesve. Prefekti Evis Sallushi bën të ditur se çdo institucion ka detyrim të raportojë për çdo javë mbi problematikat e evidentuara dhe zbatimin e detyrave të lëna. Këto raporte i përcillen më pas ministrive përkatëse me qëllim ndërhyrjen dhe zgjidhjen sa më të shpejtë të çdo problematike. Sipas Sallushit, siguria në det mbetet prioritet, ndërsa të gjitha problematikat e evidentuara deri më tani janë raportuar pranë institucioneve përgjegjëse dhe do të ndiqen në vimësi. Nga ato çfarë ne kemi monitoruar dhe evidentuar në terren, i kemi përcjellë si shqetësime tek institucionet përkatëse, më tej edhe tek ministri dhe kemi vejuar duke monitoruar për vendosjen apo jo. Kemi pasur ndryshime dhe zvendësime të atyre se çfarë kanë mungesa dhe në vimësi vazhdojmë të evidentojmë çdo lloj problematike që mund të shohim në terren, sepse për ne gjëja më e rëndësishme është siguria e jetës së qytetarëve dhe të pushuesve, sepse në fundit sezoni turistik
nuk mund të quhet një sezon turistik i suksesshëm vetëm nga shifrat, por ajo që është më e rëndësishme ka të bëjë jo me statistika, por me sigurinë e jetës së qytetarëve, me cilësinë e shërbimit, me qasjen e institucioneve dhe kryen e gjitha detyrat dhe nga institucionet përgjegjëse lidhur me sezonin turistik. Sezoni turistik ka hyrë tashmë në kulmin e tij, ndërsa institucionet përgjegjëse vijojnë koordinimin e punës në terren. Siguria në det mbetet prioriteti kryesor me synimin për të parandaluar çdo incident dhe për të garantuar mbarvajtjen e sezonit turistik. Vlorës i ka mbetur ora 8 pas funksionimit disa mujor pa pësuar defekt të mekanizmat brenda sahatit historik kanë ngecur, ndërsa krepat qëndrojnë pa lëvizur. Askush nuk kujtohet të reagojë. Sahati i Vlorës nuk po tregon me orën e saktë. Akrepat e orës kanë ngecur sërish dhe nuk lëvizin prej ditësh. Pas funksionimit disa mujor pa pësuar defekt, sipas informacioneve, mekanizmat brenda tij kanë ngecur duke pësuar në këtë mënyrë defektin e radhës. Në simbolin historik të qytetit, ora momentalisht tregon 8:35 minuta dhe pavarësisht se koha ndryshon, akrepat qëndrojnë në vend dhe nuk lëvizin. Sahati i Vlorës, një objekt kulture, por gjithashtu një pikë referimi sociale e qytetit për të treguar kohën dhe një pikë orientimi në Vlorë sigurisht ka ngecur sërish. Akrepat e orës nuk punojnë duke qëndruar në të njëjtin vend tashmë prej ditësh. Për ta vërtetuar këtë gjë ju tregoj orën momentalisht, e cila shënon 10:41 minuta, ndërsa siç mund ta ndiqni nga pamjet në sahatin kryesor të qytetit, ora tregon totalisht ndryshe. Akrepat e orës nuk punojnë dhe nuk po vazhdojnë që të masin edhe kohën, çka tregon se sahati kryesor i qytetit ka ngecur sërish. Vlen të theksohet se 2 vitet e fundit, sahati kryesor i qytetit ka qenë mes defekteve të shumta, ku pjesën më të madhe të kohës nuk ka funksionuar. Defektet në mekanizmat e tij të brendshëm kanë bërë që akrepat e orës të ngecin shpesh dhe të jetë nevoja për të ndërhyrë. Është ndërhyrë në brendësi të mekanizmave për ta vendosur në funksion çdo herë që ka pasur defekt, por për shkak se është ndërtuar dekada më parë dhe pjesët përbërëse brenda tij janë të vjetra, simboli social i qytetit pëson shpesh defekte. Vlen të theksohet edhe fakti se megjithse është ndërhyrë për rehabilitimin e kullës së sahatit dhe markatës së vjetër të qytetit, vitet e fundit nuk ka pasur ndërhyrje apo investim për zëvendësimin e pjesëve përbërëse të sahatit. Rritja 2.7% që përkthehet në 300-500 lek shtesë në pensionin e këtij muaji për pensionistët e Vlorës është qesharake. Sipas tyre, me vlerat shtesë nuk mund të bëjnë dot asgjë, ndërsa bonusin e verës nuk e quajnë zgjidhje. Pensionistët e Vlorës të pakënaqur me indeksimin e pensioneve në vlerën e 2.7%, por edhe me bonusin, me vlerat e pensioneve që përfitojnë, ata shprehen se rritja prej 2.7% është përkthyer në 3.000 deri në 5.000 lekë shtesë në pensionin e këtij muaji, duke patur parasysh vlerat qesharake të pensioneve që përfitojnë çdo muaj. Ata thonë se kjo rritje nuk mjafton, sipas tyre me vlerat shtesë që marrin nga indeksimi nuk mund të bëjnë dot asgjë. Pensionistët e Vlorës komentojnë po ashtu edhe bonusin e verës, ku vlera prej 5.000 lekë të dhëna për ta nuk i quajnë zgjidhje. Ky bonus sipas tyre jepet 2 herë në vit, ndaj zgjidhja është vetëm rritja e pensioneve që vazhdojnë të jenë ende të pamjaftueshme. I pakënaqur. Pse? 2.7%. Mora 4.000 lekë shtesë. Çfarë mund bësh me 4.000 lekë? Urdhro? Me 4.000 lekë çfarë mund bësh? Pish 2 kafe. Po bonus ju dha? Na dhanë dhe 5.000 lekë të reja bonus. I mjaftueshëm? Jo, s'është mjaftueshëm, po të bëjmë shumë. S'kemi që bëjmë, kaj ta japim. Nuk na del. Kemi laçe, drita, ujë, shumë nuk na del. Cila është zgjidhja? Zgjidhja, çfarë zgjidhje? Sulm, protesta. Duhet rritje pensionit? Duhet rritje pensionit? Po si s'duhet. Si mund t'jetoq me 150.000 lekë që marrë unë të vjetra, si mund t'jetoq. Ja provojet e vetja. Sa kishë rënë rritja? Rritja se kam bërë dhe i mirë. Si ke bërë Duhet të ullë. Pa, i sa është 10. A kësa është raportur, 2.7%, mu marrë në 110, sa vete. Ka rëkatë 5.000 lekë? 3.000 lekë. Si e cilë sonë rritja? Është mjaftueshme? Po sa rritja në jemi andej, po mos ishim në negacioni, ishim ngorë bukë. Si janë pensionet tu? Tu?
Ashti, të rojnë karamaq të i mbajnë të këtu. Po bonusin, more bonusin? Po. More pensionin? E mora. Sa të kishë rritje? Po, goxha, unë kam qenë ushtarak edhe marrë një pension shumë të mirë me krahasi me popull. Po, Si e cilëson këtë rritje? unë e besoj shumë mirë, rritje nga dalë, si i thonë fjallës, një fjallë popullore, gur bëhet muri. E shu, nga dalë në popull, unë jam mirë me krahasi me popull. E nuk janë për pensioni. Po me gjitha të, ka nevoj shumë për shtesën e mesme, shtesën e urdhë, shtesën e mesme, e nëse ime për shumë ka qenë mësuse këtu, në dhjetore për 15 dhjetori, e me një pension 150.000 lekë. Nuk ja vlerë. Po kjo në gjithë botën ta di se unë jetoj kam 24 vjet në Amerikë. Edhe ta di ta zotrin, të gjithë që flasin qeveria, nuk i ngrit pensionin qeveria, i rrisi sigurime shoqërore. Edhe unë atje kur marr pension në Amerikë, më rritet 2.5, nuk marrit shteti, nuk marrit unioni, si ta them fjalën. Po kish 2.7. 2.7, sa të rritjen? Sa? 4-5.000 lekë. Si është, si rritje, mjaftueshme? Po e mjaftueshme s'është, ne duam bankën të gjithë. Nuk ja del dot, Jo, se dalë dot. Po bonusi? Bonusi 50.000 lekë, 5.000 lekë. Si e vlerëson bonusin? Po gjithë një është pak. Është zgjidhje kjo bonusi apo duhet të rriten pensionet? Po sot zgjidhje duhet të rriten pensionet, duhet të qartë. Ka qartë shumë pak para. Bëjmë do të gjithë, bëjmë. Ja, për dyja me burë e grua. 210.000 lekë. 210.000 lekë, ka që marrë me. Morë me ato bakshishtin. Sa të rritja? Ja morë 50 grua, ja. 50, bonus? Bonus. Si e vlerëson bonusin? Ja, një kafe. Një kafe, ne duham këtu, ne kemi për shumë shtona këtu, ne kemi shdo muaj. Ja, si sa ka gruja, si sa ka muaj. Ja, pensioni. Po rritje, patë rritje pensioni, patë? Në shtë që di unë që të baden, janë ashtë... 2.7% rritje, si? Me remonti, unë kesh këtu në 150 pensionim. Sa ka marrë shtesë në ashtë? Ai 2.7. Po, 2.7. Je marrë 5.000 lekë shtetë? Po, 5.000 lekë, roda unë. Qa mund dush me 5.000 lekë? Ja, me remonti, jo s'vede të marrë do të një kile. Merë një dy buke, merë një dy buke. është zgjidhje kjo apo duhet të rritem pension? Po qarë thua për neve është varri, me të varrosu neve. Pensioni se varrosu, ma se zdi shkëto fare. Jam nashti, mere më të burre gruane, marëm këto para. Dele aty... 380.000 lekë. Ajo vetë 80.000 lekë vete drita uje të telefone. Duke nisur nga një koriku që prej orëve të para të mëngjesit, pensionistët e Vlorës u dyndën në dyert e postës shqiptare, ku krahas pensionit mujor të indeksuar në vlerën e 2.7%, përfituan edhe bonusin në vlerën prej 5.000 lekë të ri. Mbetemi në këtë temë. Edhe pensionistët fjerak e kanë konsideruar të nevojshëm por të pamjaftueshëm bonusin e verës që ka nisur të shpërndahet nga data 1 korik, së bashku me pensionin mujor. Bonusi 5.000 lekë shtesë sipas tyre do të shkojë kryesisht për ilaçe e ushqime. Të nevojshëm por të pamjaftueshëm e kanë konsideruar një zëri pensionistët fjerak bonusin e verës, që ka nisur të shpërndahet që nga data 1 korik, së bashku me pensionin mujor. Për mikrofonin e Blu TV, pjesa më e madhe tyre kanë pohuar se bonusi prej 5.000 lekë shtesë do të shkojë kryesisht për ilaçe e ushqime. Më mirë të na kishin dhënë helm se sa bonus, thot i revoltuar një prej pensionistëve, teksa të tjerë nuk e fshehin mlefin për pensionet e ulta. Ato lekë t'ja falim e Diramës, e Dirama t'i bej arqivor për kalamaj. Edhe qivure, i beft ato lekë. Ku talë me ndere na i mene. Dhe talë është ti me mua me 2.000 lekëve, talë me nderën ti, delë si zagar ati ben kam. Me gjitha te mirë na i ben. Se ate duam neve. Ne na shtypjen me rhoda, po na shtyp të plan. Edhe ju keni ardhur sot për të marrë bonusin e verës? Së dive ka dhe në? Ja, 20. Sa është pensioni juaj? 30.000. 300.000 lekë marrë. 300.000 lekë. Në fjali bie që keni marrë 350.000. 20, 20, 60, 80,
100, 120, 130, 160, 180, 200, 220, 230, 260, 230, 300. Se keni marrë? Se ka dhe nata. Se përfitoni apo çfarë? Pyetot ju për bonusin apo jo? Ku pyetot atë? Ka shumë njerëz. Atë e shme nuk rritot. Po bonusi për 5.000 lekësh, është ndihmë për pensionistët bonusi? Dere qave 50.000 lekë. O Zot. Inshallah e rëmbejnë ikëm. Inshallah. Se është më kejtë në enveroqa kjo. Teksa vlerësojnë si të pamjaftueshëm bonusin e verës, pensionistët fjera kanë kërkuar një zëri rritje reale të pensioneve për të zbutur varfërinë dhe jo bonuse apo indeksim. Nga ka pagoj, morën veç, gjëm televizor, që të mirë një bonus, po ne themi për bereqave sa një që nga ka dhe në toj. Një pension me të mirë, me bonus, morëm sot prap, ne imi. Pension, 100.000 lekë marë. Me 100.000 lekë që do marë. Po që një mojë dhe marë një ushqime. Që dhe pagojnë bridat, uj, kajtë. Bravo. E dim që tani të gjithë njerëzit po vuonin. Jo, lekë, jo, kështu, s'kemi, po 100.000 lekë që janë. Si gjithë. Po të po marri nga 800-900 euro, dhe 100 euro marru. Qa të është me 100 euro? Pra, ne themi falim deli nga dhash, për të kajtë. Një 5-10. Dhe kemi shumë gjeraj. Edhe kjo bonat dhe 50 nuk nga dali fare. Se marim hilaqe, 50.000 marim hilaqe. Pensionim është 225. Nuk është i mjaftoshëm, avakat mine ja u bjem qafë Kalamanjës. Ata kam për vete fëmit, në animojnë e qikje marim hilaqet. Psheshe 15 lekë është një herë të pësënjës i marim diqka. Pensionit jetë miliard më mirë. Po minimal, bi 300, halos është një qikë. Se ne jemi dhe me ilaqe të jetë bi 300, halos me. Me së bje shumë me qafë Kalamaja. Bonusin e verës për 50.000 lekësh. Po. Sa po e keni marë? Është ndihmë për ju? Shumë ndihmë është. U falemderit. Është jashtëzakonisht ndihmë. Ne jemi pensionista, edhe ato 50 që i kanë ngelu, u falemderit. Po mirë, do ishte më mirë që të keni bonus e herë pas here? Dgjoj, kemi pensionin, se u marrë dhe lekë e gruas sa se smuri marrë me prokur. Deri sot, falemderit. Kam numëruar. Të të shikoj, ne kemi marrë. Për neve ndime se neve jasa le kam. Sa është pensioni juaj? Pensioni ime 109.000, mora dhe me këtë bonusin do hap 50 bukë. Ja ka që është. Nuk është në një shumë madhe, po dhe pak nuk është. Do ishte më mirë të kishit bonus e herë pas here, apo një pension dinjitos? Kishit një pension dinjitos të përhershëm, nuk lëptonim jo bonus, jo merë, jo mos merë. Unë që do bëj? Në në që të jetë një marë. Nuk kam që bëj. Do paguaj dita, do paguaj uj, do hapë, që do bëj? Sa duhet i ishte? Po, kisha të paktën 300.000 lekë, të paktën, që të vija vërdalë. Po hajtë më, sa për ilaçit të marrë këtaj radhe. Se shumë nuk është. Sa është pensioni juaj? Bëjë sa për neve të tëra me ilaçe, me ngrënie, me pire, ku në dalin këto, po hajtë. Ne qasim kose gjitha për Pandimën e fëmijëve, ja dalin do të pensionistët? Jo, farë. Se me shumë me po bëj një muaj me veshët, po t'i gjoj. Nuk kam vizituar do. Atë s'da dalin e për ilaçe. Për ilaçe nuk la dalin këto lekë që vaj neve. Ja, këto janë, këto lekë janë. 50.000 lekë ose 5.000 lekë, së themine. Se a shko kemi të jeti paka shumë. Qa 50.000 lekë me? 5.000 lekë ja. Vete për një kavë një rakjo të mbaruan. Me shok, se vetëm nuk i pindon. Ditë për ditë. Se pensionist neve kemi punuar ka gjithë. Ka që vjetë. Me rame, ike me gjithë ramën ike. Me salerate me këta. Lej qunat e rinë. Ta maj, gjuna. Se keni 200 vjetë në shtetë, që ku ke linë në nena. Po t'janë qunat e rinë, soni se do i merë një ditë për ditë? Po kur mos që dhenë që dhe ata, pase, që themë. Po e shqit tokat të dhe shqit jem, jep mua 5 euro. Edhe pse ky bonus është në ditët e para të shpërndarjes së tij, në të gjitha degët e postës shqiptare në Fier, vihet re dyndje e madhe të moshuarish për ta tërhequr sa më parë. Dhe flasim për arsimin profesional.
75% e maturantëve që kanë mbyllur këtë vit shkollën industriale Pavarësia në Vlorë janë punësuar në profesionin përkatës. Këtë fakt drejtori i shkollës Gentian Boçi e quan sukses, jo vetëm për industrialen, por edhe për arsimin profesional. Në Vlorë është mbyllur një tjetër vit i suksesshëm për sa i përket arsimit profesional. Gentian Boçi, drejtori i shkollës industriale Pavarësia në Vlorë, tregon se ky sukses dallohet i qartë nga sistemi i gjurmimit, por del në pas se 75% e maturantëve që kanë përmbyllur shkollën janë punësuar në profesionet përkatëse. Boçi thotë se të dhënat tregojnë se nga 100 maturantë vetëm 4 prej tyre kanë emigruar, por edhe shumë të tjerë prej tyre kanë hapur biznese personale në profesionin përkatës. Këto shifra janë ndikuar sipas Boçit nga rritja e kërkesës së tregut të punës, si dhe rritja e pagave të profesioneve. Unë do e filloj nga sistemi i gjurmimit dhe nga të dhënat që na ka dhënë sistemi i gjurmimit për maturantët jo këtij viti, por të një viti më parë. Nga të dhënat e përpunuara të sistemit të gjurmimit, që është një sistem që i ndjek maturantët edhe pas mbarimit të shkollës, rezulton se 75% e maturantëve 6 muaj pas mbarimit të shkollës janë në profesionin përkatës. Të punësuar ose të vetë punësuar në biznesin e tyre, kjo është një gjë që nuk e përmban sistemi, por 75% janë të punësuar në profesionin përkatës. Nga 100 maturantë, vetëm 4 kanë emigruar. Dhe kjo është ajo shifra që ishte aq e papritur, pasi në vite vazhdonte tradita e largimit të nxënësve, një traditë që faktikisht ka filluar vitet e fundit duke ulur, po viti i kaluar na tregoi që vetëm 4%, 4 nga 100 maturantë emigruan jashtë dhe kjo është për arsye sepse profesionet e shkollës tonë, të 5 profesionet apo të 20 specialitetet e shkollës tonë, janë shumë të kërkuara në treg dhe shumë të paguara. Sot të gjitha profesionet janë një profesionet të cilat mund punosh edhe i regjistruar si i pavarur, po edhe duke punuar në një brigadë me dikë tjetër. Nësa viti si vjetëm shkollor, ishte një vit që pati prurje shumë të mira, edhe në numër po edhe në cilësi. Ne regjistruam rreth 167 nxënës në vit parë. Rreth 60% e nxënësve të vitit 2 dhe të 3 bënin praktikë në biznes dhe kjo është ajo që unë do ta quaja arritje kryesore të shkollës, se një nxënës që bën praktikë në biznes jo vetëm fillon të paguhet, po fillon të njihet me marrëdhëniet me punëdhënësin, me klientin, me punën në grup dhe në biznesin privat është shumë më afër teknologjisë së re se sa mund të jetë një shkollë. Dhe në fund të vitit shkollor certifikuam rreth 90 maturantë, të cilët tashmë janë teknik menaxher dhe mundet të punojnë në biznesin e tyre, ose të dikush tjetër. Ndërkohë që me vitet e 11-12, siç është në shkollën tonë, në shkollat profesionale, certifikuam rreth 120 dhe 130 nxënës sipas viteve, në nivelin e 2 dhe të 3 të Kolegjit Shqiptar të Kualifikimit, domethënë kemi nxjerrë rreth 120 ndihmës teknik të vitit 2 dhe rreth 130 teknik të mesëm në klasën e 12. Çdo vit shkolla industriale Pavarësia nxjerr profesionistë të rinj në treg. Drejtuesi i saj Gentian Boçi tregon se këta nxënës janë të mirë kualifikuar, pasi krahas arsimit profesional zhvillojnë edhe praktikën në bizneset e qytetit. Praktika në biznes i bën që të jenë shumë mirë të kualifikuar. Nëse shkolla i bën mirë të kualifikuar, praktika në biznes i bën shumë mirë të kualifikuar dhe nga të dhënat prapë sistemit gjurmimit, një pjesë e mirë e këtyre nxënësve punësohen fillimisht në biznesi ku kanë kryer praktikën. Dhe pas 3-4 vjetësh praktik pas mbarimit të shkollës, ata fillojnë të gjithë të kenë biznesin e vet. Nga 120 biznese partnere që ka shkolla industriale Pavarësia, rreth 90 prej tyre drejtohen nga nxënës së shkollës industriale Pavarësia. Kjo e mbyll ciklin e studimeve apo qëllimin e një shkolle profesionale. E ardhmja është e profesioneve. Qeveria shqiptare ka treguar një vëmendje më të rritur e të shtuar për sa i përket arsimit profesional. Muzeu Kombëtar i Pavarësisë rritet ndjeshëm numri i vizitorëve. Sipas kreut të këtij institucioni kulturor, Kozeta Halili, vetëm gjatë muajit qershor muzeu është vizituar nga rreth 1000 persona, një shifër më e lartë krahasuar me të njëjtën periudhë të një viti më parë. Muzeu Kombëtar i Pavarësisë mbetet nga objektet muzeore më të vizituara gjatë sezonit turistik. Gjatë kësaj periudhe vjen të re një rritje ndjeshme e numrit të vizitorëve. Vetëm gjatë muajit qershor muzeu është vizituar nga rreth 1000 persona, një shifër disa herë më e lartë krahasuar me të njëjtën periudhë të një viti më parë. Drejtoresha e Muzeut Kombëtar të Pavarësisë, Kozeta Halili, konfirmon se në kulmin e sezonit turistik, përkatësisht gjatë muajve korrik dhe gusht, pritet që numri i vizitorëve të jetë edhe më i lartë.
Muzeu Kombëtar Pavarësia Vlorë, si një nga epiqendrat më kryesore për vizitimin e të gjithë vizitorëve, turistëve që vinë këtu, është pikë kyçe. Kemi pasur numri turistëve ka qenë në rritje, duke krahasuar me 3 mujorin e parë dhe në vazhdimsi, pra të vitit të kaluar, të vitit 2025, ka qenë në rritje, por tani presim një fluks akoma më të madh pjesën për muajin korrik. Muaji qershor të themi shëmbyllur me një numër përafërsisht tek 1000 vizitor, dhe nga këta gati 70% kanë qenë vendas dhe 30% kanë qenë të huaj. Sa i përket vizitorëve, Alili thekson se nuk mungojnë turistë të huaj të cilët tregojnë interes për të njohur historinë e vendit tonë. Megjithatë, pjesë më të madhe të vizitorëve përbëjnë shqiptarët nga qytete të ndryshme të vendit, si dhe bashkëdhetarët që jetojnë në diasporë. Rritet numri turistëve të huaj, por nuk mund të themi vetëm i turistëve të huaj. Rritet njëkohësisht edhe numri i turistëve vendas. Është një kënaqësi shumë e madhe që numri i vizitorëve vendas rritet akoma më shumë, në të njëjtën kohë edhe ai i turistëve të huaj, të cilët kanë kënaqësinë për të njohur me traditën, kulturën, historinë e vendit tonë dhe ta prekin atë nga afër duke shkelur këtu në Muzeun Kombëtar Pavarësia Vlorë. Janë shqiptar vendas nga qytete të ndryshme, por nuk duhet të anashkalojmë edhe ata që vinë nga diaspora. Janë grupe familje, kjo na bën më shumë përshtypje, të cilët u tregojnë historinë e vendit dhe gjithë traditën e këtij kombi shqiptar. Muzeu Kombëtar i Pavarësisë vijon të jetë edhe këtë sezon një nga atraksionet turistike më të kërkuara në Vlorë, duke tërhequr vizitorë vendas dhe të huaj, të cilët e përfshin muzeun në itinerarin e tyre gjatë qëndrimit për pushime në qytetin bregdetar. Mediat italiane i bëjnë jehon turizmit në Shqipëri. Sipas tyre, nga qytetet antike të fshatrat karakteristike prej Guri, te malet madhështore dhe ujrat e kristalta të Rivierës, Shqipëria po zhndërrohet gjithnjë e më shumë në një nga destinacionet më të rejse turistike në Evropë. Nga qytetet antike dhe fshatrat karakteristike prej Guri tek malet madhështore me ujrat të kristalta të Rivierës, Shqipëria po shndërrohet gjithnjë më shumë në një nga destinacionet më të rejse turistike në Europë, kur është koha më e mirë për ta vizituar, si të lëvizni dhe cilat janë vendet që nuk duhen humbur. Përgjigjet i sjell media italiane Idealista, e cila e përshkruan vendin si një destinacion ku historia, natyra dhe deti ndërthuren në mënyrë të përkryer. Në Shqipëri, amfiteatrot romak shfaqen mes ndërtesave moderne, fshatrat prej Guri mbikëqyrin malet e thepisura, ndërsa xhamit dhe kishat ndajnë të njëjtën lagje në harmoni të plot, shkruan media italiane. Sipas saj, brenda pak orësh mund të kalosh nga brigjet e Adriatikut në ato të Jonit, nga teleferiku që fluturon mbi çatit e Tiranës tek syri kaltër, burimi me ngjyrën karakteristike blu në zemër të pyllit. Pikërisht ky larmi peizazhesh dhe përvojash e bën Shqipërinë një vend të afërt, të lehtë për të eksploruar dhe plot surpriza, ideal për çdo që dëshiron të kombinojë pushimet në det me historinë, kulturën dhe natyrën në të njëjtin udhëtim. Gjatë artikullit të renditen 15 destinacionet kryesore nga veriu në jug, me sugjerimet se si do t'i kombinoni e kur është periudha më e mirë për të udhëtuar. Në artikull Shqipëria detajohet se lagjet nga deti Adriatik dhe Aion, ndërsa brendësia e saj është kryesisht malore, duke bërë që udhëtimet të zgjasin edhe më shumë, edhe pse distancat nuk janë të mëdha. Për një vizitë të parë që përfshin detin, qytetet e mbrojtura nga UNESCO dhe eksplorimin e maleve shqiptare rekomandohen të paktën 7 deri në 10 ditë, e nëse keni vetëm 3 apo 4 ditë, është më mirë të përqendroheni tek Tirana dhe zonat përreth saj. Gjatë verës, Riviera shqiptare nga Vlora e deri në Ksamil është destinacioni më i preferuar, ndërsa veriu dhe zonat malore mbeten më të frestat. Mbërritja në Shqipëri përshkruhet si e thjeshtë, fluturimet direkte zbresin në Tiranë, ndërsa tragedet lidhin Italinë me Durrësin dhe Vlorën, një zgjidhje praktike për ata që udhëtojnë me makinën e tyre. E për të lëvizur, makina personale ose me qera ofron lirinë më të madhe dhe mundëson vizita në plazhe dhe parqe natyrore. Rrugët kryesore janë përmirësuar ndjeshëm, megjithatë disa akse malore mbeten të ngushta e me kthesa të shumta. Për turistët që udhëtojnë nga Italia, për hyrjen në Shqipëri mjafton karta e identitetit e vlefshme për udhëtim jashtë vendit ose pasaporta.
Mes Vlorës dhe Imarës, parku kombëtar i Llogoras ngrihet mes pishave, bredhave dhe frashërve deri në qafën panoramike, me pamje mbi detin jon. Zona është shumë e frekuentuar nga adhuruesit e ecjeve në natyrë, ciklizmit dhe hedhjes me parashut. E mes faunës spikasin shqiponjat, shgabat, thëllëzat dhe shumë lloje të tjera shpendësh grabiqar. Bregdeti jugor përshkruhet si një bregdet me imazhin më të njohur të Shqipërisë, por pas plazheve fshihet historia, pika panoramike dhe tradita kulinare mesdhetare. Vetëm pak kilometra larg detit ndodhen faltoret, pazaret dhe taracat me pamje nga lagunat që e bëjnë udhëtimin edhe më të pasur. Vlora aty ku takohet Adriatiku dhe Joni. E pikërisht Vlora është pikalidhse me qyteteve dhe baza ideale për të eksploruar Rivierën sipas medias italiane. Në qytet ndodhet xhamia e Muradijes e shekullit të 16, që i atribuohet arkitektit të famshëm Osman Mimar Sinan. Në majën më të lartë ngrihet teqeja Bektashiane e Kuzum Babait, nga ku hapet një panoramë e gjerë mbi Bregdetin dhe Kodrat. E mes plazheve më të frekuentuara janë plazhi i Vjetër, plazhi i Ri dhe zona e njohur si Bora Bora, megjithse shumica e turistëve përdorin Vlorën si piknisje drejt gjireve më të qeta. E dëmtuar nga vërshimi i lumit gjatë përmbytjeve të janarit, ka nisur riparimi i argjinaturës së Vjosës. Projekti synon jo vetëm riparimin e çarjeve të argjinaturës, por edhe ngritjeve të nivelit, nga 10 cm deri në 45 cm për disa deg të lumit. Riparohet argjinatura e Vjosës pas dëmeve nga përmbytjet e janarit, nis rehabilitimi dhe ngritja e nivelit. Argjinatura e Vjosës e dëmtuar nga vërshimi i lumit gjatë përmbytjeve të janarit pritet të riparohet. Projekti synon jo vetëm riparimin e çarjeve të argjinaturës, por edhe ngritjet nivelit nga 10 cm deri në 45 cm për degën e Martinës dhe nga 10 cm deri në 1 metër për bankinën e kolektorit. Inxhinierët e bordit kullimit bëjnë me dije se investimi synon ta bëjë argjinaturën më rezistente ndaj vërshimeve të ujrave të lumit të Vjos. Nga vërshimet e muajit janar u dëmtua bankina e kanalit Vaditës, të quajtur dega e Martinës që shërben dhe si argjinatur. Megjithatë, niveli i Vjosës kaloi në shifra rekord për 40 vitet e fundit, ndërkohë që tashmë pritet të nisin punimet për të shmangur situatat që mund të krijohen në dimrin e ardhshëm. Ndërhyrja për rehabilitimin e argjinaturës së Vjosës përfshin afërsisht 3400 metra linear, ndërsa pas përmbytjeve të vitit 2017 u investua fillimisht në 4600 metra të kësaj argjinature. Këtu kemi përfunduar, të nderuar shikues, ju falenderoj për vëmendjen dhe bashkë mirupafshim.